Vendimi për inceneratorin e Fierit ka bllokuar lirimin e ish-ministrit të mjedisit Lefter Koka, i cili kishte kërkuar shuarjen e masës së paraburgimit me argumentin se kishte kaluar afati maksimal 3 vjeçar të qëndrimit në paraburgim pa vendim të formës së prerë. Gjyqtari i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar Erion Bani nuk e mori parasysh kërkesën, duke vendosur që Koka të qëndrojë në qeli. Në korrik të këtij viti, Lefter Koka fitoi të drejtën e lirimit me kusht nga gjykata e Durrësit për inceneratorin e Elbasanit, ku ishte dënuar me 6 vite e 8 muaj burg me gjykim të shkurtuar. Gjyqtari Xhevdet Lika kishte vendosur që për pjesën e mbetur të dënimit, Koka të kryente shërbimin e provës dhe gjatë kësaj periudhe nuk duhet të kryente vepra të tjera penale. Lefter Koka është dënuar në shkallë të parë për inceneratorin e Fierit me 6.8 vite burg, edhe për Tiranën me 2 vite. Asnjë nga këto vendime nuk ka marrë ende formë të prerë në apelin e posaçëm. Koka pretendon se ka ezauruar dënimin për Fierin, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim sipas nenit 261.1c të Kodit të Procedurës Penale që parashikon shuarjen e masës së sigurisë. Çështja e inceneratorit të Fierit është rikthyer në gjykatën e apelit pas vendimit të gjykatës së lartë vetëm pak ditë më parë, duke lënë të paqartë afatin e mundshëm të lirimit të ish-ministrit.